Prokuroria e Vlorës përfundoi hetimet dhe dërgoi në gjyq për 3 vepra penale 17 persona, mes të cilëve zyrtar të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, kryetarin e fshatit Palaz dhe ndërtuesit. Mes këtyre personave është edhe Klodian Troci, ish kreu i Kadastrës në Vlorë, i arrestuar në 2021 për shpërdorim detyre dhe falsifikim, lidhur me tjetërsimin e pronave në Bregdet, ndërsa në banesë në atë kohë u gjetën 60.000 euro. Nga hetimet rezultoi se 3 shtetas kanë ndërtuar 3 objekte 2 katëshe në fshatin Palaz, Himar, për qëllime fitimi. Këta persona gjatë kohës që kryenin ndërtimin e objekteve kanë aplikuar në ASHK Vlorë për legalizimin e tyre dhe kanë depozituar dokumente të falsifikuara në dosjen e legalizimit. Për këtë arsye, këta shtetas janë akuzuar për veprat penale, ndërtimi i paligjshëm, falsifikim dokumentash dhe falsifikimi i vulave, stampave ose formulareve. Kryetari i kryesisë së fshatit Palaz dhe 3 ekspertët akuzohen për falsifikim dokumentash, kryer nga persona që kanë për detyrë të lëshojnë dokumentin zyrtar. Vepër penale konsumuar 3 herë pasi kanë hartuar dokumentacion me të dhëna të rreme në përmbajtjen e tyre. Në këto dokumenta janë paraqitur të dhëna të rreme për sa i përket kohës së ndërtimit me qëllim që ato të përfshihen në procedurat e legalizimit. E më pas, këto dokumente janë dorëzuar nga të interesuarit pranë ASHK-s Vlorë dhe janë bërë pjesë e dosjes së legalizimit.